Një 14 vjeçar nga Selenica ka humbur jetën pasi u qellua aksidentalisht me armë gjau nga shoku i tij. Të dy bashkëmoshatarët ishin duke luajtur me armën e gjaut, ndërkohë që 14 vjeçari F. Ademaj ka qelluar aksidentalisht bashkëmoshatarin e tij Malaj, i cili ka humbur jetën, ndërkohë që uniformat blu kanë shoqëruar në polici autorin e ngjarjes. Një 14 vjeçar është shoqëruar në ambientet e komisariatit numër 4 pasi ka qelluar me Kalashnikov në ajër, duke terrorizuar banorët pranë shkollës Baran Curri në kryeqytet. Sipas të dhënave të para, 14 vjeçari Mariglen Cungu ka qelluar me armën që i ka dhënë babai i tij, Petrit Cungu, dhe ky i fundit është ndaluar nga uniformat blu të kryeqytetit. Minoreni akuzohet për një stërvjedhje banesash në Tiranë. 4 persona kanë mbetur të plagosur në superstradën pranë Fushkrujës. Një makinë tipit Benz me targa AA450CU është përplasur me një tjetër automjet me targa Shkodre dhe përpasoj janë plagosur rënd drejtuesi dhe pasagjeri i automjetit të tipit Benz, identiteti të cilëve ende nuk bëhet i ditur. Mësohet se makina e tipit Benz nga përplasja është përmbysur dhe ka përfunduar në kanal. Menjëherë në vend ngjarje kanë bërritur forcat e policisë, të cilat kanë nisur menjëherë hetimin për shkaqet e aksidentit. Një person ka mbetur i plagosur pasi automjeti i tij ka dalë nga rruga dhe është përplasur me një shtyllë. Si pasojë e aksidentit ka mbetur i plagosur rënd drejtuesi i mjetit, shtetasi ED, i cili është një punonjës policie. Aksidenti ka ndodhur pranë Laprakës. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i uniformave blu, të cilat janë nisur në mënyrë të menjëhershme drejt vendngjarjes. I plagosuri është dërguar me urgjencë në spitalin e traumës. Shkaqet e aksidentit janë të paqarta, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.